Kryeministri Edi Rama, përfaqësues të Partisë Socialiste, familjarët e viktimave të 21 janarit dhe qindra qytetar u bën pjesë e homazheve për 21 janarin në bulevardit Dëshmorët e Kombit. Lule u vendosën mbi pllakat në nder të 4 protestuesve të vrarë: Ziver Veizit, Alex Nika, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Shefi i qeverisë u pa gjatë homazheve në krah të Mark Nikës, xhexhait një për protestuesve të vrarë, si dhe me djalin e Faik Myrtajt apo vëllezrit e Hekuran Dedës. Kryeministri Edi Rama ka mbajtur një fjalim në ceremoninë përkujtimore të zhvilluar në kryeministri në 15 vjetorin e 21 janarit të vitit 2011, ku humbën jetën 4 protestuesit. Në fjalën e tij, Rama theksoi nevojën që për këtë çështje të bëhet drejtësi, ndërsa ka kritikuar vonesat në zbardhjen e ngjarjes. Sipas tij, fajtorët e vërtet për tragjedinë dhe krimin shtetëror enden të lirë. Që deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do tjetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Por drejtësin për vetë 20 janarin, asnjë vjetërsirë e vjetër apo e re, nuk do të mund ta mohoj dot pafundësisht. Ne këtu do jemi dhe këtu do ta mirëpresim vendosjen e këtij guri themeli, sepse 20 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Është një grop e hapur që vë në dyshim fort moralin e drejtësisë së re. Ashtu si kundër, drejtësia për 20 janarin është themel moral për drejtësinë e re dhe për shtetin shqiptar të së drejtës.